Treguar një histori të veçantë, 7 muajt e parë u desh të bindje që je njëri normal, Drejt. vetëm se je shqiptar. Vite dhe muaj të vështirë. Domethënë një viti i parë sidomos ka qenë, edhe pse 6 muajt e parë se isha me një tjetër, isha me Vasin, Aleksandr Vasi ishte nga Gjirokastrai, dhe të dy shkuam atje ku shkuam në Ksanthi, sigurisht na shikonin si njerëz të egjër. Ata gjithmonë e kishin, se kam dhënë mbas një vit e gjys, pastaj kam dhënë një intervistë në televizion dhe pyetja e atij gazetari më ka bërë përshtypje. Më tha, po ju nuk jetoni tha nëpër mal? Për shqiptarët. Tekstualisht, po. Dhe i thash, ne jemi njerëz zakonshëm, ashtu siç jeni dhe ju. Ku më mirë dhe ku më keq, dikush ka qenë mirë, dikush ka qenë keq, sepse ashtu ka qenë edhe koha. Por jemi njerëz normal, jetojmë nëpër shtëpitë tona, jetojmë nëpër qytete, siç jetoni dhe ju këtu. Aty u bë, imagjino gazetari që ishte atëre. Jo populli i thjesht që nuk e dinte. Aq keq informuar. Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe. Ja Flori. Për gjithë ju që pëlqyet këtë episod, gjithë prodhimet tona e gjeni në YouTube tek Andale, na ndiqni, bëni follow, 7 vjet fati mirë dhe mundësia për fituar një rush.